Falemderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e krijoi njeriu e kaloi në disa etapa. Allah e ka kriju njeriu, pastaj e ka kalu në disa rrugë, disa etapa. E para, si foshnje, i dopt. Kur ka lind, kur të lind njeriu, apo foshnja, kur të lind për barkës nënës vet, nuk është i fort, është i dopt. Pastaj etapa e fundit, i dopt si i moshuar. Fillimi dopt, fillimi ardhjes njeriut në këtë dynja i dopt. A keni parasysh? Fillimi dopt, fundi dopt. Ndërsa mes dy dopsive, mes këtyne dy dopsive, shka është? Cila etapë është? Rinia. Është rinia. Rinia është fuqia. Rinia është koha. Rinia është forca. Rinia është energjia, të nderuar vëllezër xhamatllin. Rinia është edhe vullneti. Edhe pse është koha e rinis, kohë e mundësive, sepse kur je i ri mundesh me bë gjithçka. Kur je i ri mundesh me bë gjithçka, sepse i ke mundësit. Se kur je foshnj, bebe, s'mu shko gjë me bo. Kur je i plak, thysh, sukur të kisha më kon i ri. E rinia e ka fuqin. Po dhe pse rinia e ka kohën e vet, po i ka dhe sprovat e veta. Kur njeriu sprovohet mas shumë ti, kur janë sprovat më të mëdhaja, në rini. Apo, kur plakash, sprovat zbuten. Kur je i vogël, s'ki sprova. Se po shkon të urit, të u zhvillu, sprova s'ke. E kemi përshëllim të sprovat e dynjas, te çështja e halalit edhe haramit, te çështja e fesë. Atëherë të nderuar vëllezër, rinia me qetë në klapa, rinia janë djemë tanë, apo kjo rini e sodit ndahet dy grupe. Ndahet në dy grupe. Apo kjo rini ndahet në dy kategori. Rinia e sodit, në përgjithësi po foli për rinin e sodit. Po e kam për qëllim rinin islame. Rinin muslimane. Ndahet në dy kategori. Kategoria e parë, apo rruga e parë e rinis janë ata të cilët e ndjekin rrugën e udhëzimit, i ndjekin mësimet e Allahut edhe mësimet e pejgamberit, shkojnë drejt rrugës së hajrit. Kjo është kategoria e parë. Ta janë të shpëtuarit. Ndërsa kategoria e dytë e rinis son muslimane është kategoria e shkatrimit. Rini të cilët e ndjekin rrugën e shkatrimit, rrugën e lajthitjes, rrugën e devijimeve, edhe rrugën e epsheve të kësaj dynjaje. A ka dallim? Ka dallim shumë. Rini e cila hes në rrugë Zotit, e ruan imanin. Kurse rinia tjetër e kundërta, rini e epshit,
edhe epsheve dhe të kojtjeve dhe kësaj dynjaje. Të ndëruar vëllezër, Suratul Kahf. Për sunetit, pejgamberit a.s. është çdo xhumo me lexu Suratul Kahf. Suratul Kahf është një sure në Kur'an, surja e shpellës, shokët e shpellës. 309 vite kanë hi me një shpellë. Dhe aty i ka zënë gjumi. Kanë flet, Allah i ka shtynë gjumë, me flet 309 vite, kanë ikur prej mbretit zullumqar. Kanë ikur prej mbretit zullumqar. Për çka? Për me rujt, ta kanë qenë 3. Kanë qenë 3. S'kanë qenë fëmijë, as kanë qenë pleq të moshuar, por kanë qenë 3 në kohën më të mirë jetës tyne. Jo një izolu, kanë ikur prej mbretit zullumqar, për me rujt imanin e tyre, besimin. Edhe Allah subhanu wa ta'ala ka zbrit mujize mbi trupin e tyre, ja u ka lëshu një gjumë, pas 309 viteve pëqohen. Lexoni këtë tregim në Suratul Kahf, rinia. Rini që e kanë rujt veten e tyre, vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Suratul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Këta janë djem, innahum fitye, këta janë djem të cilët besuan Allahun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dhe atyre u shtuam udhëzimin. A përshën? E kanë ujtë vetveten, rini të cilët e kanë ujtë vetveten, për me pështu besimin, sepse mbreti i thirë ke me adhuru dikon tjetër. Ta thonin jo, vetëm Allahun, nuk adhurim dikon tjetër përveç Allahut. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala pas 309 vite e kusur, i ka zgju dhe u ka shtu e qka? Besimin ma shumë, që tjertë pastaj mu udhëzue prej duarve tyne. E sa udhëzun, dhe kjo ka mbet, do më thonë, ka mbet histori e regjistrume në Kur'anin famlartë, në Suratul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim, djemë të cilët besuan Allahun. Wa zidnahum huda, dhe kemi shtuar besimin, ja kemi shtuar imanin ma shumë atyre. Allahu na shtoft imanin dhe shtoft imanin e rinis ton, ja Rabbel Alamin, rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër xhamatli, na tham se 2 rrugë të rinis janë, apo rinis islame, 2 rrugë. Një rrugë që e njekin rrugën e Allahut, edhe rrugën e pejgamberit, dhe rruga tjetër e rinis që e njekin rrugën e shejtanit. 2 janë, nuk ka 3, veç 2 janë. E grupa e parë të shpëtuarit, rini, të cilët e ruajnë veten për epsheve dhe kujteve kësaj dynjaje, e ruajnë imanin e tyre, e ndëgjum se çfarë tha Allahu për ta në Suratul Kahf. Dëgjoni pra çfarë ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të nderuar vëllezër, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, 7 grupet njerëzve kanë me qenë në hijen e Allahut, atë ditë kur s'ka me pas hije, pështim, përveç pështimit Zotit. E njëra prej tyre është shabun nasha fi ibadatillah, një i ri që është i rritur në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. 7 grupet njerëzve, atë ditë kur ka më bë kiameti, që ta 7 grupet njerëzve kanë me qenë në njën e Allahut. E një prej tyre është një ri, një djalë i ri bra, i cili është rrit në frymën islame, i cili është rrit në adhurim, u rrit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky ka me qenë, apo kjo kategori e të rinjëve, a ditë kur kiameti do të bëhet, ka më prishë çdo sen, Allah ka më mbrojt. Pse? Sepse kanë hes rrugë të drejtë. Do shta dikush thot, hoq, e pse be qaq rinia e pas ka vlerën e madhe, do më thonë qyre pejgamberi që ka pëthoj ka. Pse ky shpërblim ka që i madhë? Sepse të ndëruar vëllezër, një i më shumë, Allah i rujt pleq shtanë,
Allah I forcoft pleqtan. Një më shumë është më letë të qëndrojnë në xhami se sa një ri. Sa I moshuar kur vjen në xhami ulet më dhe s'më muqu. Priton me dal jashtë. Rinë ndoshta gjithë ditën në xhami. Ose smuhet rinë të shtëpia, s'u del xhami. A kurse rinia, forca, energjia. Kurse rinia të ndëruar vëllezër, çka bën? E kanë forcën, I kanë mundësit, bukuria, fitnet, dynjaja, ma kollaj mundet më mashtru. Ai që run imanin, çaj djal I ri, çaj rini islame që run imanin, pa shqybe se që kanë vlerë tek Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo rini ka vlerë. Dëgjoni, se çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndëruar vëllezër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. Allahu po I drejtohet me laçeve. Allahu subhanahu wa taala po I drejtohet me laçeve, edhe po krenohet para me laçeve. Po thot me laçeve, o ju me laçet e mia, këshyrni rinin, këshyrni. Shikoni rinin, këshyrni trit, të cilët përrujnë imanin e vet. Të cilët përrujnë imanin. Kur po thirën me bo keq, nuk po bëjnë keq. Kur po thirën me bo sendet haram, ata përrujnë imanin. Allah po krenohet para me laçeve, po thëmë që një rinin, qysh po hecin rrugën time, dhe për hir timin për I luajnë këshijat, po largon prej harameve. Allah po krenohet para me laçeve për rinin e khajrit. Allahu udhëzoft rinin ton, ja Rabbel Alamin. Allahu shtoft rinit khajrit mesin e popullatës tonë. Dërsa gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër ka thonë inna Allaha la ya'jabu. Inna Allaha la ya'jabu. Allahu po çuditet. Përse Allahu po çuditet. Në hadithin e parë Allahu po krenohet. Në hadithin e dytë Allahu po çuditet. Allahu po çuditet. Inna Allaha, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, inna Allaha la ya'jabu. Allahu po çuditet. Min shabin lejset lehu sabwatun, po çuditet prej një të riu I cili po din me kontrollu e epshin. Allahu po çuditet prej një djali të ri I cili kur po thirret me bo haram gjyna, ai po thot prit, unë I tut na Zotit. Pe kontrollon epshin, spolshohet. Allahu po çuditet me këtë djalë të ri. Sepse kur po thirret me bo gjyna, mëkat, zina, alkohol, drog, punë tek këshia, ai po thot, jo, inni akhafullah, unë I tut në Allahut subhanahu wa taala dhe pënalet. Edhe Allahu po çuditet prej mbi 7 palqie, po thot, qyre robi jam, qyre ky djalë I ri. Do më thonë, qysh penal epshin, se epshi ku e qon njeriu në shkatrim? Epshi, kujtja ku e qon? Në rrugë të keqe. E sot sa rinia jon, jon në rrugë të keqe. Sot sa prej rinis ton janë në rrugë jo të mirë, po alhamdulillah ka dhe shumë prej rinis ton, apo rinis islame që në rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe një po bëj duan këtë hutbe, o Allah udhëzoj të rit edhe të reja tona në rrugën ton, ja Rabbel Alamin, sepse e ardhmja e këti ymeti, kush janë? Janë fëmijët tanë edhe janë rinia janë. Kurse të ndëruar vëllezër, rruga e dytë, apo kategoria e dytë e rinis islame, është ajo kategori e kundërta e kategorisë së parë, të cilët e kanon rrugën e Allahut, të cilët nuk falen, të cilët pinë alkohol, të cilët e konsumojnë drogën, bëjnë zina, shkojnë pas punëve të këqija, I ndjekin epshet, jon në rrugë në për disa vende që Allahu subhanahu wa taala nuk është razi. Dëgjoni se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala për këtë kategori të njerëzve e veçanti trinis. Thot Allahu subhanahu wa taala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dëgjoni këtë ajet kuranor në suratu Maryam ajeti 59, thot Allahu subhanahu wa taala pas tyre erdhi një brez. E pas tyre erdhi një gjenerat, e ata
çka bonën, e lanë namazin, nuk u falën. Dhe pastaj fillon me i ndjek epshet e tyre. A s'është kjo realitet? Shumë prej rinisë tonë, prej djemve tanë të rinë, çka bojnë? I ndjekin epshet e shejtanit, nuk e falin namazin. Përveç atyre që i ka mëshirua Allahu subhanahu wa taala, që i përmendën prej kategorisë së parë. Kurse kategoria e dytë po thot Allahu, kanë ardhur disa gjenerata të cilët shejtani ka mashtruar e kanë lënë namazin. E çka është përfundimi tyre nëse nuk pendohen, nuk thënë rrugë Zotit? Fa sawfa yalqawna ghayya, e këta nesër kanë mu ballafaqu me zjarmin e xhehenemit. Allahu më na ruaj. Allahu e rujt rinin ton. Allahu e udhëzoft rinin ton, ja Rabbel Alamin. Atëherë të ndëruar vëllezër, sot rinia e sotit, kam për qëllim rinin islame, botën e kanë gjep. Botën, çka do të thonë botën e kanë gjep? Që kjo celulari, telefoni. Dikon e udhëzon, po dikon edhe devion. E sa ka deviju, e sa ka udhëzu. Nëpërmes celularit, telefonit, telefoni mençur, nëpërmes rrjeteve sociale, shikohet harami, bën këshijat, bën ndredhinat, bën tylli çfarë faqezillëke. Pastaj fillon alkoholi, pastaj fillon konsumimi i drogës, pastaj zinaja dhe kështu të me radhë. Devion, pastaj neve hoxhallarët na thirrin në hoxh bre. Po djali bre, djalin se kom mirë, po vajzën se kom mirë. Ku janë? Çka po bojnë? A pi kontrollon hiç ajo ti si prindër? Para disa dite e pata një telefonat. Një nonë, e cila më thiri, tha hoxh bre, po kanë. Për rahmetit madh që e kanë ndaj djalit vet, më ka deviju djali hoxh, po konsumon drogën. Është bota i çmendur, pe pin drogën. Tha, shka ti bojun e mas e pepin drogën, do të më marrë shteti, mjekësia, po nëse mund është be pak Koran me i lexue. U ka bo si i çmendur, tha, nuk pedin, po fol vetë me veti. Po kanë. A bon rinia e jon, rinia islame, djem ton me ezin këtë rrugë? E tash është në spital. Deri sa t'ja hekin drogën prej trupit. E kom thirrë në telefon, shumë mirë më ka prit. Shumë mirë më ka prit. Këta djem shumë janë të mirë, të devijum, prej reviston, vëllajnë shumë të mirë, po kanë nevojë për një shtytje, kanë nevojë për një fjalë të mirë për me mujt me udhëzu. Unë e thom rinis që i kemi në këtu në xhami, punoni me shokët e juaj, thirrni në rrugën e Allahut, thirrni nëpër xhamia, kallëzojnë atyre çka është halali, çka është harami, çka është e mirë, çka është e keqe, tregojnë atyre kon do të më adhurue. Tregojnë atyre që duhet 5 vaktet me i falë, kallëzojnë atyre që zinaja është prej gjunave të mëdhaja, tregojnë atyre që mos me gu babën edhe nonën shkon në xhehenem. Kështu duhet me bo, kështu duhet me bashkëpunu për të mirë, e ma i pare lusim Allahun që Allah me në udhëzu neve e me neve me udhëzu edhe musliman, edhe të rit, edhe të reja tona, ja Rabbel Alamin. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, ju ka drejtu të rinjeve. Pejgamberi ju ka drejtu të rinjeve. Ka thonë, ja ma'shara shabab, ka thonë, o ju të rinj, ka thonë, martohuni, të zëvëgju, martohuni, nëse s'keni mundësi më u martu, ka thonë, agjeroni, ka thonë, martohuni, sepse martesa stabilizon, të udhëzon, të përmison, ka thonë, nëse s'keni mundësi të martohuni, ka thonë, pastaj ka thonë, agjeroni, sepse agjerimi është për juve mburoj, sikur që është mburoj për zjarmit të xhehenemit. Ka thonë agjeroni, sepse agjerimi e ul e stabilizon epshin. Të ndëruar vëllezër xhamatlinj, edhe me një thënie të Hasanul Basrit rahimahullah, pe përfundoi hutbën e parë, këtij dietarit të madh, ka thonë, ja ma'shara shabab, aleikum bil akhirah. Dëgjoj mirë, çka ka thonë Hasanul Basri rahimahullah. Ka thonë, o ju djem të rinj. Ja ma'shara shabab, o ju djem të rinj. Kuna po i drejtohet rinis, të rinjave, fuqis, energjis, kohës, të ardhmës. Pi thot, ja ma'shara shabab, aleikum bil akhira,
فكثيرا ما رأينا من طلب الآخرة أدرك الدنيا معها. Thot sepse kemi pa shpesh që kush e kërkon ahiretin e fiton edhe dynjan bashkë me të. Ju thot djemve të rinj, Hasanul Basri, o ju djem të rinj, shkoni mas punëve të mira, kapni ahiretin, buni musliman të mirë, hesni rrugë të Allahut, në rrugë të pejgamberit, keni kujdes, haramet, afroni halalit, respektoni babën edhe nonën, sepse nëse ju e merrni ahiretin, shkoni drejt rrugës së ahiretit, Allahu dhe dynjan kam ju dhënë. Allahu kam ju dhënë edhe dynjan. E sot qëllimi i rinis ton është, qëllimi i një pjesës të madhe i rinis ton është, e ka qëllimin e dynjas. Si intereson qëllimi i ahiretit. Si intereson namazi, intereson veç qysh me punua, qysh me dal jashtë, apo ose për mu shpërngull me shku dikun tjetër, mu martu, me pas një biznis, me pas një kërtë mirë, me pa, na kret këto duhet mi pas, po mos mu kom këta me të mashtruhe. Ti kret dynjon Allah me të dhon mere, po mos bot dynjoja me të mashtruhe, me të largu ballin pisejshdës. Po thot pastaj, wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa adraka al-akhirah ma'aha. Thot por nuk kemi pa askënd që e kanë kërku dynjan e të kenë fitu edhe xhenetin. Ai që kërkon vetëm dynjan, një ri apo një njeri që e lyp vetëm dynjan, shkon vetëm asaj dynjaje, nuk i intereson bota tjetër, nuk mundet me fitu ahiretin. Se ka qëllimin e dynjas. A kush e lyp ahiretin? E din qëllimin e krijimit kësaj dynjaje, e din që nesër ka me shku te Allahu, punon dhe bën vepra të mira, dynjaja ka mi ardh te ai. Ai që s'ka me menu se çysh ka mi ardh dynjaja, ai s'ka me menu që çysh ka më bëj i pasur. Po dhe nëse pak ka me pas, ka me qenë falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. O Allah, udhzorin in tan. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ثم استغفر الله يغفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.